Ju thash ma herë që çdo të premte kemi Donjetën me neve së bashku për më na tregu për kineman Hyria Hana. E Donjeta ndoket s'ka ardhur prej para vitit të ri. Kesh të thonë prej para luftës. Se kena përjetuar një farë lufte që ta shkon e fundit atje Gjakova këtë komplet. Luftë e vogël, por kaluse. Donjet qyshe? Dhe si jeni? Ku je kështu dhe? Qa tre? Heq kur gjo. Qikere? Po ta ndin fort. Ti e di ka kush plakët këtu. Që ka thonë dikush, je ka thonë më plak me zor, po si ka mundësh. Me zor ka më plak. Me zor ka më plak, Edi keq. Donjet qysh ka shku kinemaja Hyria Hana? Ka shku shumë mirë, si çdo javë tjetër. U kon atmosfera shumë e mirë. Premiera të ndryshme çdo javë kemi pas. Më ndoket që 2 javë nuk kem kohën, po besoj që na kanë shikuar në rrjetet tona sociale dhe kanë pa çfarë premiera kemi pas. Padyshim që kanë qenë premiera të mira. Edhe me plot publik. Po, kuptohet. Edhe me plot kënaqësi publiku, me plot. Donjet duket ti e shigjetar, duket ti. Shigjetar jam në horoskop. A ka dhe femën shigjetare? Po, mërqysh, ta gjyshi gjetën. Ta lëshoj shigjetën në dashuri. Donjet, surpriza e këndshme do të gjallëroj marrëdhënien tuaj. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat për të Zot. Beqarët mund të kenë një takim të papritur me dikë që i bën të ndihen të veçantë. Në punë do të keni mundësi të shfaqeni kreativitetin dhe të fitoni vlerësimin nga të tjerët. Prite. Kujdesuni për shëndetin, po thot, duke marrë parasysh ushqimet shkurtra gjatë ditës. Financat bëni më fort kështu. Financat do të kërkojnë planifikim më të mirë, sidomos nëse po mendoni të bëni investime. Sot është dita për të vendosur objektiva të reja dhe për të punuar me pasion drejt realizimit të tyre. Mos lejoni që ekspicizmi të jetë t'ju largoj nga rruga, mos lejo. Ki kujdes, a kuptove në esanë se horoskopi si për intelektuali si krejt, diqysh për zime. Unë e me ta lexuar dhe horoskopin javor, mujor, vjetor. Veç a ki ko. Hajt javor. Ma shkurt. Apet, në marrëdhënie do të ketë nevojë për më shumë vëmendje dhe kujdes ndaj ndjenjave të partnerit. Lamni më qetë. Ndërsa beqarët do të kenë mundësi të shohin një mik të vjetër me sy të tjerë. Puna do të ecë ngadalë, por do të keni kohë mjaftueshme për të reflektuar dhe për të bërë plane të reja. Shëndeti do të kërkojë më shumë kujdes, sidomos në rastet e lodhjes apo mungesës së motivimit. Kjo është e re për horoskop. Financat do të jenë në një fazë të qëndrueshme, mirë, po ndresh situata, por shmangni borxhet. Shmangni borxhet dhe merrni vendime të menduara për shpenzimet. Kjo është një javë mirë për të bërë ndryshime pozitive në stilin e jetës. Po ka të fol për një shigjetar tjetër për mdoket. Për një mashkull ndoket këtë folësi. Ndoket që po. Herën tjetër, Donjet çka treja në kineman Hyria Hana këtë javë. Si çdo javë tjetër, edhe këtë javë normal që kemi premierë të re. Këtë javë kemi një premierë shumë të mirë. Rental Family. Ky film dramë emocionale me elemente humane dhe reflektuese, tregon historinë e një burri që punon për një shërbim në Japoni, merren me qëra antar familjeje. Ai luan role të ndryshme në këtë film, si baba, bashkëshor, djalë apo mik për njerëz të vetmuar. Me kalimin e kohës, lidhjet e rreme fillojnë të duken shumë reale. Filmi trajton tema si vetmia, nevoja për lidhje njerëzore dhe kuptimi i familjes. Një histori e ngrohtë, e qetë dhe thellësisht emocionale. E kemi ndoshta trailerin. Kemi edhe trailerin e këtij filmi. Ta shohim trailerin çka po ndodh. Edhe me të vërtet është me një kast aktorëve të cilët unë i du shumë. Edhe du me ardhë mi pa këtë film. Kush don mi pa filmin, unë jam aty. Genti Mehmeti nga Profil Store, nga Frizoj na përshëndet. Përshëndetje nga Profil Store. Përshëndetje Genti jon, përshëndetje. I përshëndesim krejt Frizoj me nën kalime, me rreth rrotullime. Me bëmës me pas Google Map hupën Frizoj, nuk dia din. Frizoju si New York u bo. A s'ke nija? Jo, s'kom një. S'përshkon t'i ka Frizoj, e qa? Jo, bre. Marifet. Themi me 16 janar, po thot këtu premiera botnore globale. Po të na është sonte është si premier me 16 janar në ora 20. Pra,
Gjatë kësaj fundjave kemi vetëm një herë në shfaqje sonte si premier në ora 20. Mos harroni më ardh. Patjetër më ardhni pa, se pastaj deri javën tjetër nuk mundemi gjetë prapë këtë film. Edhe ja vlen më ardhmi shiu në kinema. Se përjetohet filmi ndryshe në kinema, kuptohet. Ideja qesim edhe programin javor. E kemi edhe kalendarin. Çfarë filma tjerë kemi? Në rishfaqje 16, 17, 18. Po, orari i fundjavës, e premte, do me thonë sonte, në ora 18 kemi premierën e javës së kaluar, filmin Primate, në ora 18, në ora 20 këtë premierën e kësaj jave, Rental Family. Atëherë vazhdojmë të shtunen me 4 filma, në ora 13 Zootopia 2, në ora 16 SpongeBob, edhe kjo ide ka qenë premier. SpongeBobin, po, një super film i animuar, po që kanë orë plot fëmijë. Shumë fëmijë ka pas. Edhe organizime që po e zgjedhin këtë film, fëmijët. Në ora 18 kemi filmin Marty Supreme, edhe kë ju sugjeroj krejtëve marrni pas sa është super film. Në ora 20:30 The Housemaid. Kjo që më ka pëlqy mu që ki thonë pse pët pëlqen. Po jo i mirë është. Atëherë vazhdojmë të dielen. Në ora 13 prap SpongeBob, në ora 15 Zootopia, pra do më thonë 2 filma për fëmijë, pastaj në ora 17 filmi Avatar, edhe në ora 20:30 Greenland 2. Edhe kjo ka qenë premier javës së kaluar, edhe kjo është një super film. Por i kemi edhe disa filma në pritje që do të vinë së shpejti në kino hyrje Hana. Tom and Jerry. Atë pëlqen ide. Sa është filmi animuar, po është pëlqimi i krejt moshave. I vetmi film që personazhi negativ në këtë rast Jerryn e dojnë më shumë se Tomin. Bash. Aty realisht Tomi duhet më kon ai që duhet mi dash njerëz, sa ai o ka runë shpinë. Po na këtë dojnë Jerryn. Veç Fidanin do këtë dojnë Tomin. Është një super film. Allo, Fidan! E kemi edhe një film tjetër që po e presim në kino hyrje Hana. Është një film shqiptar me 14 shkurt, Loja e fundit, Luizeli edhe Kiara. Ai prit zot, ai s'ko ka film. Ai ko ka album. Me ka fotografi. Është një film shumë i mirë. Agim Kameri na ka përshëndet, do të edi uroj një ditë mirë, përshëndes Agim Kameri. Përshëndetje Agim Kameri. Përshëndetje. Edhe gjithashtu na ka përshëndet edhe Ardita nga Prizreni. Përshëndetje shumë Ardit. Pra 048-801 edhe pak Donjeta jep 2 bileta, aty kallëzoj ma herët bëj gati. Po Donjet? Nëse dani mi fitu 2 bileta, telefonani edhe viç bisedojmë pak i fitani në premierën e kësaj jave. Për ndryshe Donjet çush ke kaluti, ja ka pas një sevdo. Mirë, po vitin e ri çush e ki pritë se si na pahit. Shumë mirë, jo se mi pa urime. Urime, më vit i ri edhe. Kash ka harroj. Ta uroj një vit të mbar. Amin edhe unë ty. Këtë horoskopin javor, mujor, horoskopin e dashnisë, punës, dhe horoskopin kines ti çoj me email. I lexon vetë. Se janë dikuja 30 faqe. Po, a mos s'është të fol për mua, spedias për cilin shigjetar është të fol. Me sot çtu na e kush. Çuej. Ku me të gaforret, i përshëndesim këtë gaforret kudo që janë. Po, gaforre. Çka? Gafor. Edhe një film tjetër kemi që po e presim, filmi Melania Trump. Zemra ju gëzofta se ajo na përcjell me familje. Po. Edhe burri vet Mr. Globe Donald Trump. Po, ajo ka bërë film? Po. Për jetën e vetën e ka. Për hjeka ta? Po me ardhë shumë shpejt në kino hyrje Johana. I kemi publikuar dhe në rrjetet tona sociale se cilë filma po vinë. Kështu që në 2026 na presin shumë filma të mirë. Për hjekat e Melanis. A do me ta tregu një video të shkurt mas jemi të hjekat dhe shpakës për një Të vesh pak do të më lëshuk ti dalë qësë unë Sure, edhe videon edhe Po dilli për bjen Bile që ta të rritë nga shta se na mo nuk mëj këjem kuj mi konë ti së më shpëli se s'ki të gjusë Për dit e të post pjesht të rritë nga shta i shala për parujnë Po ju plesh nuk jeni? Jo na jemi plak se mas më që një jemi na me vjetë se një plak që ka bon 100 vjetë edhe ka rnugo pa konë të repshe kur Ju sa vjetë i keni? Unë i kam 43 Do thonë ma i ri se une po që njeri do më plak vla Me zër Po, si une për shemë që po më thoni ka do më plak me zër
Si më të qyp, po thot që jam të kisha thirr për bileta, po s'jam në Gjakov, jam në Finland, Arbeni nga Finlanda. Nëse e ki dikon në Gjakov, mundesh ja, mi fal biletat. Shkojmë me një 10 sekondë për mi fitu 2 bileta falas në kino Hyria Hana. Unë e di tash veç po filloj me numru. Nëse dani mi fitu, duj me telefonu. N 8 7 6 5 Kotla 3 2 1 Përshëndetje Edi, na kënaqem me programin e mëngjesit. Mos u plak shkurro Edi. Ju përshëndes Fatmir nga Suedia. Faleminderit shumë Fatmir. Doni falenderoj shumë. Faleminderit Edi edhe juve për gjitha ato update-at që na jep neve për Kinemon Hyria Hana. Presim premten tjetër me gjëra të mira, me gjëra të bukura. Shihemi të premten tjetër me premiera të reja. Shihemi donjet. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Muzikë. Ama mirë këtu, a atje.